Të ardhurat nga kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore kanë vijuar rritjen gjatë vitit 2025 duke forcuar qëndrueshmërinë financiare të skemës dhe garantimin e pensioneve dinjitoze për qytetarët. Për periudhën 11 mujore të vitit 2025, të ardhurat e mbledhura nga kontributet arritën në rreth 158 miliard lek, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024, janë arkëtuar 15.6 miliard lek më shumë, ndërsa realizimi ka tejkaluar planin për këtë periudhë me rreth 500 milion lek. Rritja të ardhurve është mbështetur kryesisht nga rritja e pagave në administratën publike, e shoqëruar me zgjerimin e fondit të pagave në sektorin privat, si dhe nga masat e ndërmarrë në kuadër të strategjisë afatmesme të ardhurve dhe planin e veprimit për vitin 2025 në fokus përmirësimin e administrimit tatimor. Sipas listë pagesave të deklaruara në administratën tatimore për 9 mujorin e vitit 2025, rezultojnë rreth 751.520 tatim pagues në listë pagesë, si dhe 12.616 kontribues më shumë, ose 1.7% rritje krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Në vijim për vitin 2026 parashikohet që të ardhurat nga kontributet shoqërore dhe shëndetësore të arrijnë rreth 196 presje 9 miliard lek. Ky parashikim përfaqëson një rritje prej rreth 20.2 miliard lek krahasuar me të ardhurat sipas aktit normativ, ose rreth 11.4% më shumë. Programimi i të ardhurave për vitin 2026 bazohet në parashikimet makroekonomike si rritja e ekonomisë, si dhe analizën e faktorëve që ndikojnë në zgjerimin e bazës së kontributeve.